Eliona nuk arrin ta fshehë reagimin e saj kur sheh Claudin dhe Benitën duke kërcyer bashkë. Pamja e tyre të afërt, duke qeshur dhe duke u kënaqur në ritmet e muzikës, e prek menjëherë dhe i shkakton një ndjenjë të fortë xhelozie. Në fytyrën e Elionës dallohet acarimi, ndërsa sytë i qëndrojnë te Claudi dhe Benita për disa çaste, sikur po përpiqet të kuptojë se çfarë po ndodh mes tyre. Teksa kërcimi vazhdon, Eliona ndihet gjithnjë e më e parehatshme. Ajo shtrëngon buzët, merr frymë thellë dhe pa thënë asnjë fjalë, futet brenda e inatosur. Hapat e saj janë të shpejtë dhe të nervozuar, ndërsa gjestet tregojnë qartë se situata e ka acaruar shumë. Ajo duket e zhgënjur dhe e mërzitur, sikur diçka brenda saj është prekur më fort se ç'priste. Pasi futet brenda, Eliona vazhdon të sillet nervoze, duke mos e fshehur më irritimin. Ajo lëviz nëpër ambient me shqetësim, duke treguar se ajo që pa jashtë e ka lënduar emocionalisht. Xhelozia duket se e ka pushtuar plotësisht dhe mendimet i rrotullohen rreth Claudit dhe afrimitetit të tij me Benitën. Ky moment krijon një tension të ri, sepse reagimi i Elionës është i qartë dhe i dukshëm për të gjithë. Acarimi i saj le të kuptohet se ndjenjat e saj për Claudin janë më të forta nga sa është shprehur deri tani, dhe kjo situatë hap rrugë për përplasje. Keqkuptime dhe emocione të forta në vazhdim. Atmosfera ndryshon menjëherë, ndërsa xhelozia e Elionës sjell një energji të rënduar dhe paralajmëron zhvillime të reja mes personazheve.